studio së bashku, tani do të flasim për një bisedë që do të ketë me siguri një interes të veçantë për një numër të madh njerëzish, sepse jemi në muajin e Ramazanit, ka shumë prej jush që po agjerojnë gjatë këtyre ditëve. Sigurisht që disa kritere, rregulla që duhet të zbatohen, ne besoj i njohim pavarësisht besimit fetar që i përkasim, por ka nevojë të japim disa informacione tani në lidhje me ato që do duhet të konsumohen në të dyja vaktet, pikërisht duke marrë parasysh që prej disa orë radhazi do të mund të qëndrohet pa konsumuar asgjë, as ushqim, as ujë, as lëngje. Pra do duhet të marrim mjaftueshëm për të rezistuar në të gjitha orët në vijim deri në vaktin e radhës. Dhe në fakt, këtë bisedë sot me kimistin ushqimor dhe nutricionistin Alken Çuko e kemi sjell marrë edhe kështu si nga vetja. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Shumë kënaqësi. Dhe në fillim, në fakt, dua të uroj të gjithë besimtarëve mysliman gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe qoftë një agjerim sa më i lehtë edhe më i mbar për ata, dhe të gjitha lutjet t'i pranohen. Qoftë i lehtë edhe për ty gjithashtu, se ndaj thash ne kemi nisur pikërisht edhe nga eksperiencë personale dhe është akoma edhe më shumë vlerë kjo bisedë që do të bëjmë ne sot, sepse jo vetëm do të japim ide apo informacione për ata që na ndjekin, por që i ke të kaluara edhe në këtë regjimin që po ndjek edhe vetë gjatë këtij muaji. Në fakt, agjerimi, siç e përmende, është një praktikë, le të themi, dhe i ngjason pak asaj dietës të famshme që është përhapur shumë, intermediate fasting, ku qëndrojmë 16 orë pa ngrënë dhe 8 orashin tjetër konsumojmë sa vakte të duam edhe pimë dhe ujë gjatë gjithë kohës, ndërsa agjerimi ka disa orare specifike dhe gjatë orarit kur është ajo pauza, le të themi, as nuk konsumohet, por as nuk pihet ujë. Në fakt, ka shumë benefite për sa i përket kësaj tipologjie diete, realisht është shumë e shëndetshme, sepse trupi vendoset në një formë stresi, le të themi, dhe detyrohet që këto qelizat e dëmshme ose këto qelizat që nuk janë shumë të shëndetshme të konsumohen për hir të faktit se ne nuk jemi duke i futur karburant trupit ton. Por duhet të kemi parasysh që duhet të konsumojmë mjaftueshëm ushqime cilësore dhe me vlera shumë të larta ushqyese për të qëndruar rezistent gjatë gjithë ditës. Dhe jo më kot, kam sjell shumë si gjithmonë. Po ka edhe shumë se kaq në Neranzi, po shumë brenda kohës që na kemi në dispozicion për t'i prezantuar. Mendon tani si më një herë me to që mos i lëm për në fund se e di që do t'i kalojmë shpejt pastaj. Na prezanton me disa prej produkteve më të rëndësishme që ndërkohë ne marrim edhe të gjitha këto vlerat e nevojshme që the gjatë këtyre ditëve, edhe në ditë tjera normale, pa diskutim. Por tani fokusi do të jetë pak më i lartë. Atëherë, nuk është një shkencë e madhe, le të themi, sepse janë po të njëjta ushqime që ne konsumojmë gjatë çdo dite normale, por me diferenca të vogla. Duhet të kemi parasysh që gjatë periudhës së agjerimit, në momentin e parë kur çelet, le të themi, dhe është iftari, kemi qëndruar një kohë shumë të gjatë pa ngrënë dhe pa pirë ujë. Dhe hera herës ajo uria që mund të ndjejmë mund të konfuzohet dhe për hir të faktit të mungesës së hidratimit, dhe kemi një konfuzim, do të thoja. Dhe duhet në fillim të konsumojmë ujë mjaftueshëm dhe më pas të konsumojmë ushqime të lehta, siç janë dhe hurmat e arabisë nga kompania Neranzit, të cilat i sjell në paketime të ndryshme në formate të ndryshme, në paketime të vogla prej 150 gramshesh dhe në paketime të mëdha prej 3 kg ose 5 kg, për gjithë muajin, le të themi, pra kush do dojë që të konsumojë dhe të ketë gjatë gjithë muajit, është dhe një zgjidhje ekonomike e mirë, për hir të faktit se gjithmonë paketimet më të mëdha janë edhe më ekonomike. Dhe janë pikërisht hurmat e arabisë të cilat rekomandohen, sepse kanë një sasi relativisht të konsiderueshme të sheqerit. Atëherë unë po them sheqer dhe shumë mund mendojnë po ky sa thot sheqer është i dëmshëm. Në fakt është i shëndetshëm sepse është në formën e glukozës dhe fruktozës. Dhe është pikërisht ky sheqer i cili në metabolizmin ton asimilohet më shpejt, por nuk vjen i vetëm sigurisht, vjen në paket me elemente të tjerë si çdo ushqim, me shumë sasi të lartë të fibrave. Dhe është pikërisht ky balancimi i mirë i sheqerit dhe i fibrave çfarë i bën hurmat e arabisë një alternativë shumë e mirë për të nisur çeljen e iftarit, le të themi, sepse rivitalizon organizmin dhe rizgjon atë për të kryer të gjitha proceset metabolike. Duhet të kemi parasysh që gjatë argjerimit metabolizmi na ngadalsohet. Duhet të them dhe një mit në fakt. Okej, është shumë e vonove. Po. Mund të mendojmë që gjatë periudhës së argjerimit, pra atë kohën kur e kemi të lirë për të konsumuar ushqim, mund të ham çfarë të duam, sa të duam dhe do dobësohemi. Është një mit në fakt, sepse
sado argjerimi është një metodë shumë e mirë edhe për të dobësuar në fakt, që është e vërteta, sepse ka benefitet e veta, por kur ne konsumojmë pa limit dhe pa kriter dhe me shumë vlera të larta kalorike dhe me pak nutrient, patjetër që do shtojmë peshë dhe nuk do t'i bëjmë një favor trupit tonë. Për më tepër do ta kemi të vështirë edhe të kryejmë të gjitha punët tona gjatë ditës, sepse metabolizmi ngadalësohet. Dhe në momentin kur metabolizmi ngadalësohet, atëherë duhet që ta furnizojmë me vlera ushqyese dhe jo me sasi kalorisht të larta, siç janë ushqimet e skuqura apo siç janë ato ushqimet e dëndura në kalori, por të varfra në nutrient. Dhe prandaj një alternativë e mirë për te i hurmave të arabis janë dhe karbohidratet si tërshëra e ashpër, së bashku me farat kia dhe farat lini, të cilat sigurojnë këtë qëndrueshmërinë e energjisë, le të themi, sepse na furnizojnë energji, por kanë dhe shumë elemente të tjerë si minerale dhe fibra të shumta. Kur flasim edhe për tërshërën, ka dhe ato beta-glukanet fantastike, të cilat ndihmojnë dhe me rastin e insulin rezistencës, që kemi përmendur dhe në episode të tjera, dhe janë kjo paketë e ushqimeve, le të themi, të cilat sigurojnë energji të qëndrueshme, dhe për këtë kemi nevojë gjatë periudhës së argjerimit. Nuk kemi nevojë për një energji të shpejtë, ku më pas të pësojmë kriza urie për hir të rritjes së nivelive të sheqerit në gjak dhe më pas zbritjes së tyre për efekt aktivizimit të insulinës, dhe rikonsumimi më pas përsëri të ushqimeve të cilat do shkojmë në një, le të themi, në një rreth vicioz që nuk do të ndalojmë. Dhe do kuptojmë që në fillojnë ato nuk do ndihen mirë apo jo, nuk do ndihen mirë. Ideja është si të kaloj sa më lehtë edhe të jetë në një normalitet i gjithë muaj dhe sigurisht që të ruhet edhe shëndeti apo jo. Është primari. Kam një pyetje përpara se të më prezantosh produktet e tjera. Sa e rëndësishme është konsumimi i të dy vakteve, se ka shumë njerëz ndoshta për vështirësitë e gjumit etj neglizhojnë ato vaktin e mëngjesit, po ndërkohë dhe shumë i vështirë madje i vakti i mëngjesit se do zgjohesh nga gjumi patjetër. Do të prishet rutina, do rikthesh përsëri dhe është pak e vështirë në fakt për të ngrënë. Mundet të përmirësohet në fakt situata, duke mos konsumuar në orët e vona të natës përpara se të flem gjumë, pra ta rezervojmë atë për orarin e mëngjesit. Por është shumë i rëndësishëm në fakt ai vakti i mëngjesit, syfyri le të themi, është shumë i rëndësishëm, sepse kemi të bëjmë me 16 orë të tjera me një kohë shumë të madhe të qëndrimit pa ushqim. Dhe duhet të kemi disa rezerva, siç do trupin tonë ndodhen rezerva të yndyrnës, si ndodhen rezerva të glikogjenit, kemi nevojë edhe për rezerva nga ushqimi i jashtëm që konsumojmë në vaktin e mëngjesit. Dhe shumë i rëndësishëm për të konsumuar proteina, yndyrna të shëndetshme dhe shumë sasi të larta të karbohidrateve. Që i marrim nëpërmjet të gjitha produkteve që unë kam sjellë sot. Prandaj kam sjellë edhe bukën e Dr. Sharit në fakt, edhe kjo mund të konsumohet gjatë të dyja periudhave, qoftë në periudhën e çeljes edhe në periudhën e syfyrit, sepse përpos faktit që ka sasi karbohidrate të shëndetshme dhe komplekse, pra janë ato karbohidrate të cilat treten ngadalë në trupin tonë dhe nuk japin atë bumin e energjisë shpejt, por janë dhe gluten free për të gjitha ata që përballen me faktin që kanë probleme me intolerancën ndaj glutenit dhe duan edhe të argjerojnë. Dhe është një sforco e dy fisht për këta individ. Po, në këtë rast. Po që zgjidhja është për aq kohë sa në ranxhi sjell produkte të larmishme dhe pa seleksionuar kategori të ndryshme individësh. Pra është një kompani gjithë përfshirëse që kushdo i cili ka një stil, një dietë apo një problem shëndetësor, lehtësisht mund të gjejë të gjitha gjërat e nevojshme tek të gjitha dyqanet e Neranxhi Organic Market. Dhe duke folur për karbohidratet, normalisht duhet të kemi edhe një burim të mirë të yndyrnave, dhe jo më kot kam rreshtuar qumshin e bajames, vajin e ullirit ekstra të virgjër të Dantes të pafiltruar dhe vajin MCT. Dy të parat, dhe ne tashmë i dim gja, i kemi përfolur edhe në episodet të tjera, por duhet dhe ti ripërmendim, sepse qumshti i bajames ka yndyrna shumë të shëndetshme dhe karbohidrate esenciale së bashku me vitamina esenciale që na e lehtësojnë situatën me rikuperimin e metabolizmit ton gjatë periudhës së çeljes dhe gjatë periudhës së syfyrit. Vaji i ullirit gjithashtu, i cili furnizon shumë me acide yndyrore omega 3, omega 6, që janë, le të themi, një mrekulli e natyrës që ne duhet ta shfrytëzojmë, por
jo pa kriter, normalisht. Si çdo gjë tjetër, si gjithçka ka limite. Duhet ta limitojmë, por është shumë e shëndetshëm për përdorim. Dhe një veçanti në fakt, kompania Nerandi sapo e ka sjellë në fakt këtë formatin e ri të vajit MCT. Atë po shija në fakt tani në ekran, këtë shishen e bukur me ngjyrë të errët, por që është shumë e këndshme edhe për ta parë. Atëherë çfarë është ky vaj MCT? Është vaj MCT, pra është një derivat i vajit të kokosit, i cili nxirret nga kokosi dhe është një yndyrë shumë e shëndetshme me varg të shkurtër zinxhiri karbonik. Pra, nëse përkthejmë nga anglishtja, MCT, medium chain triglycerides. Pra, trigliceride me zinxhir të shkurtër. Pra, relativisht kanë 8 atome karboni. Sepse ne acidet yndyrore patjetër i definojmë në përmbajtjen e atomeve të karbonit, sa më të larta të jenë atomet e karbonit, ashtu do variojnë dhe emrat e tyre. Në këtë rast kemi të bëjmë me një zinxhir mesatar të këtyre acideve yndyrore. Dhe është realisht një vaj shumë i mirë, sepse gjatë periudhës së argjerimit ne formojmë ketone. Pra trupi jonë formon ketone për të kompensuar mungesën e energjisë. Dhe ketonet, unë kam përmendur në fakt glukozën, që është burimi i preferuar i energjisë, por në momentin kur glukoza konkuron me ketonet, trupi jonë preferon të konsumojë ketonet. Okej. I përzjedh, do me thënë. I përzjedh, sepse kemi gjithmonë konkurencë. Pra, karbohidrate përcithen më lehtë, proteina përcithen më shpejt, yndyrnat përcithen më ngadalë. Në këtë rast, kemi përsëri një, le të themi, si paradoks. Një renditje. Një renditje, por dhe si paradoks, se yndyrnat përcithen më ngadalë, por në këtë rast përcithet më shpejt. Kuptoj. Prandaj është shumë i veçantë dhe prandaj kompania Nerandi ka zgjedhur ta sjellë në një paketim kaq të bukur për të theksuar edhe rëndësinë përdorimit të tij, sidomos në periudhën e argjerimit, sepse ky vaj konvertohet shumë lehtë në ketone nga mëlçia jonë. Dhe duke qenë të tilla, as nuk depozitohen në trupin tonë si gjëndra dhjamore dhe digjen shumë shpejt dhe përdoren për energji. Dhe na sigurojnë një burim të qëndrueshëm energjie gjatë gjithë ditës, duke mos na bërë të ndihemi të lodhur dhe të kemi ato krizat e urisë. E kuptoj. Të them që kemi diku te 2-3 minuta kohë. Mi përmbit unë shoh aloe verën këtu, shoh ujin e kokosit edhe jo vetëm përse shërbej? Shumë shpejt. Atëherë, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të konsumuar, së bashku me spinaqin e kemi parë në ato firmat vizatimor Braccio di Ferro që konsumon spinaqin për të faktit se ka shumë vlera të larta ushqyese dhe vitamine esenciale së bashku me sasi të konsiderueshme të hekurit, që ne na nevojitet realisht, por një veçanti është hidratimi. Hidratimi gjatë periudhës së argjerimit duhet i kushtohet një rëndësi shumë e veçantë dhe ne me momentin e hidratimit kemi një vështirësi, sepse shumë mund të shkarkojnë ujin duke mos i hidratuar qelizat. Qelizat tona janë, le të themi, në një formë sferike, le t'i quajmë për imagjinat, dhe brenda tyre ka një sasi ujë. Ai uji ka një përqindje të caktuar të kriprave dhe në momentin kur ne konsumojmë ujë së jashtmi, i cili nuk është në përqendrimin osmotik të njëjtë me përqendrimin e kriprave brenda qelizës, atëherë ne nuk i hidratojmë qelizat tonë, por në fakt i dehidratojmë ato. Pra ne mund të pim ujë, por në fakt nuk hidratohemi, sepse duhet të marrim minerale shumë esenciale dhe elektrolit. Dhe prandaj, lëngu i aloe veras, uji i kokosit dhe lëngu i kokosit janë 3 alternativa të shkëlqyera të cilat përmbajnë shumë elektrolite në brendësitë të tyre, duke i dhënë mundësinë këtyre qelizave ta përtisin ujin dhe të hidratohen. Pra, nuk është nevoja që të pim 3 litra ujë për të hidratuar sikur kemi pirë 1 litër ujë, por mund të pim 1 litër ujë prej këtyre lëngjeve për të hidratuar për 1 litër. Kjo nga ideale për njerëzit që nuk konsumojnë dot ujë, për shembull, unë jam një ndër to, nuk e arrit dot kur atë standardin që ju as nuk bëhet fjalë, po të paktën pas ka një zgjidhje që në këtë mënyrë merr atë dozën e nevojshme duke konsumuar më pak, se duhet të thënë sa gjëra me sforcë ajo gjithmonë mund të arrihen të bëhen. Prandaj kompania Nerandi ka menduar. Edhe prandaj të kemi këtu. Dhe një veçanti tjetër, shumë shpejt do ta mbyll. Spirulina në fakt është një super ushqim, sepse ne na e vështirëson pak situatën kjo periudha e gjatë e mosngrënies dhe kur konsumojmë ushqim përballemi me atë faktin që tashmë jam i ngopur dhe nuk mund të konsumojmë më. Por në fakt ne duhet të konsumojmë ushqime të caktuara me vlerë shumë të lartë ushqyese. Spirulina është një super ushqim dhe unë për super ushqimet kam një slogan, pra në pak gram prej tyre marrim vlera shumë të larta ushqyese. Nuk është nevojë të konsumojmë shumë. Dhe është një nga ato produkte të cilat dhe astronautët në fakt e marrin në misionet e tyre hapësinore për të kompensuar mungesën e ushqimeve duke marrë vetëm pak gram prej saj.
patjetër pastaj edhe arrat, të cilat nuk mungojnë asnjëherë, dhe të gjitha këto së bashku nga kompania Neranci përbëjnë disa vakte ideale për të nisur edhe për të mbyllur periudhën e argjerimit. Faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Duke theksuar faktin që gjithçka që Alkendi flet këtu është edhe për ditë të tjera normale dhe për njerëz që nuk janë duke agjeruar, por në mënyrë të veçantë sot menduam t'ju bashkoheshim ju edhe mënyrës se shumë prej jush po jetojnë gjatë këtij muaji të rëndësishëm. Faleminderit për gjithçka ndan me ne. Të pres me kënaqësi përsëri në Villa 24. Faleminderit. Tani ndahemi për pak publicitet dhe vim përsëri në studio.